Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini vaj ulliri dhe krip, do i thoni lam të mirë këtij problemi shëndetësor. Në përgjithësi njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese, sidomos në rast se ato kanë dhimbje të kockave. Natyra nga ana tjetër na kanë dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit gjithashtu është i pasur me polifenol si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit rregullon qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht i mban organet tuaja më të shëndetshme. Vlerat e kripës së detit. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon krip deti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnezi i cili forcon indet, mineralet e tjera tek kripa gjithashtu janë shumë të mira për sistemin kardiovaskular dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson edhe qarkullimin e gjakut dhe nga ana tjetër eliminon sasitë e tepërta të sodiumit duke ulur tensionin e tij. Ndërkohë, ja receta me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurrës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit me kripën dhe më pas përziheni së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Sipas ekspertëve, kjo kurrë duhet aplikuar për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi imunitar do të jetë më i fortë. Në disa raste, nëse ju vëreni që lëkura juaj po skuqet, kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne gjithashtu ju këshillojmë që ju ta provoni këtë kurrë, nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të fitoni shumë. Sipas ekspertëve, edhe hithra bën mrekulli kundër dhimbjeve të artritit, janë mënyrat se si ju ta përdorni atë. Në Shqipëri, hithrat janë shumë të përdorura si në gatime, ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur ndër shekuj edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të cilat janë të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithra fal vetive diuretike janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve me veshkat dhe me infeksionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi, prodhon duke funksionuar zemra juaj dhe qarkullimi i gjakut, por së fundmi një studim i kryer doli në përfundimin se hithra mund të përdorej për trajtimin e artritit. Personat të cilët ishin të përfshirë në studim vënë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu, ata vënë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë një trajtimi një javor. Përse funksionon kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit,
Dhimbjet e personave të cilët vuanin nga artriti qetësoheshin në saj të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe të histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmitor të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo çajit, u vure se arrinte që të paksonte acidin urik. Ky acid gjithashtu prodhohet kur organizmi juaj i tret proteinat dhe akumulohet në nyje apo në kocka duke shkaktuar inflamacion dhe njëkohësisht dhimbje. Si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet të cilat shkaktohen nga artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ju të aplikoni hithrën direkt në zonën ku ju ndjeni dhimbje më të forta, një pastë me gjethe hitrash të shtypura. Pra, mjafton në rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas pastrojeni me një letër dhe shpëlajini mirë. Nëse nuk e duroni do të djegjen karakteristike të hitrave apo shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimit, mund të provoni metoda të tjera. Mjafton që të pini një lugë gjelle me lëng hitre të njom 3 herë në ditë për 15 ditë dhe kështu ju do të shikoni me një herë ndryshimet. Ndërkohë, duhet të dini se hithra ka vlera fantastike edhe nëse konsumohet si çaj, pijeni atë 3 herë në ditë, por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, e mira është që ta përfshini hithra në regjimin tuaj ushqimor. Ajo përmban flavonoid, vitamina A dhe enzima anti-inflamatore të cilat shërbejnë në mirëqenien e organizmit tuaj. Ndërkohë, disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet, ne mund të mbështetemi tek mjekësia alternative, e cila mund të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vaj të kokosit dhe njëkohësisht i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq gjithashtu shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni këta përbërës për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për një javë. Vaji i kokosit gjithashtu ka veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë tërësisht efikase trajton dhimbjen e gjurit. Mjafton të ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë të paktën disa herë në ditë me nga 20 minuta. Por gjithashtu duhet të keni parasysh të konsultoheni më parë me mjekun tuaj për çdo recetë që ju vendosni ta aplikoni. Gjithashtu mund të përdorni dhe recetën me vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe spec djegës. Juve do t'ju duhet 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle. Si uthulla edhe vaj ulliri bëjnë të njëjtin efekt ndaj mund të zgjidhni sipas mundësive. Ju duhet dhe një copë e vogël xhenxhefil e grir holl. Përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grir. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë për 20 minuta dhe më pas shpëlajini zonën dhe thani me peshqir. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj
para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.